Kolegu Kosov Gjoci është me mua në këtë lidhje të drejt për diskutuar pak rreth zhvillimeve politike në Kosovë. Mirëmëngjes, Kosovë. Mirëmëngjes, Marela. Mirë, duket se ditën e djeshme, ish presidentja e Kosovës, zonja Osmani, titulli mbetet, kështu që edhe po e thamë presidentës bëjmë gabim, ka propozuar apo ka paraqitur para qytetarëve një kandidate për deputete. Çfarë është kjo lëvizje zonjës Osmani? Mendon se ka një dakordsi me LDK-n për këtë çështje? Po nëse kemi parasysh ato çfarë janë thënë pak a shumë edhe nga zyrtarët LDK, sidomos, pra dhe ai plani i zotit Abdigjiku për bashku të djathtën, mendoj që përderisa tashmë është e qartë, ose të paktën nëse bazohet gjithmonë në deklarimet e zyrtarëve të LDK-s, sidomos, pra është e qartë që ekziston një lloj marrëveshje mes LDK-s dhe zonjës Osmani për të kandiduar në një listë përbashkët, mbetet ndoshta ato modalitete, detaje për të diskutuar dhe dakordu. Dhe kam përshtypjen që kjo ideja për të bashku të djathtën nuk nënkupton vetëm, le të themi, rikthimin apo le të themi bashkimin e figurave të caktuara që dikur mund të kenë qenë qoftë në LDK apo edhe në parti tjera të këtij krahu, por besoj që lidhet pak a shumë ose të paktën kështu duket, kam përshtypjen që të gjithë kanë marrë një lloj misioni që cilin edhe emra të ri në listën e tyre të përbashkët, dhe normalisht një nga këto lëvizje është edhe kjo çfarë zonja Osmani bëri me zonën Farie Hoti, normalisht një emër që në Kosovë njihet dhe nuk ka nevojë shumë të flitet për të, por megjithatë është ende e paqartë Esmeralda se çfarë realisht do të ndodhë, si do të ndodhë, ku do të jetë zonja Hoti në këtë rast, në çfarë cilësie, apo, domethënë, ka ende paqartësi, por kam përshtypjen paktën në bazë asaj çfarë po duket, dhe nëse kemi parasysh pak a shumë deklarimet, le të themi dëgjova mbrëm zotin Haziri dhe njerëz të tjerë të LDK-s, domethënë, është kjo ideja që qëllimi i tyre pra nuk është thjesht të bashkojnë të djathtën, por të krijojnë një listë që do të jetë konkurrencë e vërtetë, e fortë me listën e lëvizjes vetëvendosje dhe aleatëve të saj, ose në këtë rast konkurrencë e fortë e zotit Kurti dhe listës së tij. Kështu që besoj që është kjo pjesa pra që është tentimi për të sjellë jo vetëm emrat që eventualisht mund të jenë pasivizuar pak a shumë nga aktiviteti politik, që dikur i kanë takuar le të themi të djathtës, por edhe sjellja e emrave të rinj pra cilët tani ne mund të diskutojmë nëse janë të duhurit për çfarë ftohen në kuptimin e tani sepse them drejtën që rasti me zonjën Hoti është pak a shumë le të themi diku aty me zonjën Rushiti. Unë uroj që mos dalë ashtu, nuk besoj që zonja Hoti do të dështoj që të bëhet deputete në cilën do listë do futej, por që në anën tjetër normalisht pastaj marr parasysh aktivitetin e saj, të kaluarën e saj, besoj që kjo pastaj po krijon situata ku tash vetë se ka fillu këto komentet e le të themi pa durueshme, ose nuk dia si ti quaj, pra siç ndodhi pak a shumë edhe me zotin Rifat Jashari në një nga dasmë, pra në një fest, dasmën e nipit të familjes Haradine. Pak a shumë edhe për zonjën Hoti kishte pastaj filluar to komentet, them drejtën se nuk u dija si m'ja vu emrin, sepse e keqja e gjithë kësaj situatën në cilën jemi, Esmeralda vazhdon të jetë kjo. Pra kemi një lloj polarizimi të skajshëm, saqë njerëz janë gjendje çdo gjë të shkelin, të harrojnë vetëm për shkak të simpative partijake apo politike që ata kanë, dhe kjo normalisht është për të ardhur keq, po çfarë të bëjmë? Këta jemi ne. Kështu që po në anën prapë them, domethënë marr parasysh këtë situatë, ndoshta zonja Hoti do duhet ta mendonte mirë, nëse duhet ose jo t'i futej kësaj rruge, por megjithatë në anën tjetër ne s'mund ta mohojmë që për
zonin Osmani dhe për LDK-n, në rast se ata do t'jenë. Mirë, po tani kjo nuk është histori. Po parashihet, normalisht do t'jetë vlerë.